Unë besoj që në qoftë se njerëzit kanë laps dhe kanë këmbët ajsa që kanë, ose shtrinsa që kanë një organin, buxheti është shumë i thjeshtë për të menaxhuar. Pra, nuk është problematik kaq e madhe sociale për plasësh, bëhet kur nuk ka mjaftueshëm para. Por, nëse do ta shtojmë te kjo pjesa tjetër e kozmetikës e tjerë, pastaj bëhen biseda të cilat nuk shkojnë te ajo që është esenca, që është buxheti. Ajo është pjesë tjetër. Është pjesë e rëndësishme dhe ajo, sepse është mirëqenie, është kujdes për veten, është prezantim më i mirë, e the edhe vet, pra si kanë mundësinë për këtë mirëqenie më zonjë. Jam dakord, pra jam dakord, ne për këtë diskutojmë. Po lapse letër që nga e domosdoshme, thoni, jo që të bëhet llogaria. Por do të shikojmë raportin midis të pasurve dhe të varfërve. Nuk i thot një qytetar i Tiranës se mund ta ketë shtëpinë ku di mund ta rruga Bardhyl dhe punën e ka në blok që tiki me makinë 20.000 euro, 30.000. Nuk ja thot njëri. E bën vetë. Nuk i thot njëri tjetër që të blej shtret, që të blej ti di. Nëse ke mundësi atë nuk janë të varfër. Mi pra, atë janë të varfër. E shikoni qytetarin e